do të flasim me kryetarin e organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare, zotin Hysni Gucati, për mesazhin që dërgon kjo nismë dhe si lexohet edhe përfshirja e një nënshkruesi të peticionit në mbështetje të UÇK-s, një nënshkruesi që vjen nga komuniteti serb. Virtualisht në emisionin ton, zoti Hysni Gucati, vetëse i gatshëm tashmë të ngjatjeta. Të ngjatjeta, përshëndetje për ju edhe sofën e ju. Kënaqësi shumë zoti Gucati, faleminderit shumë për kohën që na dhuruat. 83.000 nënshkrime i mbërritet në peticion. A është shifër e kënaqshme për ju? Kanë mbetur edhe pak ditë kur peticioni do të dorëzohet në Hag. A ka kohë për të çuar numrin në shifra më të larta? Po në besoj ne do të arrijmë cokën ato ku kena menduar që shkojmë me shifrat e peticionit deri me këto momente, deri dje fakt kanë qenë mbi të 3.000, kam thonë edhe prap jem aty që ndroj se i kena raporte çdo të tretën ditë, ne i morëm raportet nga dekt tona që janë duke punuar në teren, edhe nga online që kena mbi 26.400 deri me sot janë bo, kështu që janë mbi të 3.000. Jo, si jem pas kënaqur me ato realisht, po shpresojmë që janë duke punuar, po ne nuk i morë numrat apo shifrat nga qytetet e Shqipërisë, edhe të Maqedonisë ende se kemi morë për Shevës. Kështu që besoj se do të ndodhëm kënaqur nga qytetarët, se qytetarët janë duke përgjigjë thirrjes tonë, ne jemi të punuar shtëpi për shtëpi në për fshatra, kam filluar kolegët tonë në përdek ndryshme që kemi në për Kosovë, dalin në për fshatra dhe të punojnë. Kështu që besoj se do të arrijmë ato shifrën ku mendojna. Okej, sa po mendoni ti arrini? Ne mendojmë mbi 300.000. Okej, kur do të dorëzohet në Hag? Kështu, disa informacione që ndoshta do të nxit. Tash kemi marrë informacionin dje nga advokati që kemi advokatin tonë që duke punuar me to, duke bashkëpunuar me to. Kemi të drejtë ne këto ta dorëzojmë funin e prillit ose mesi i fillimi muajit. E qartë, kohë e mjaftueshme për të mbledhur nënshkrimet që ju synoni. Kohë e mjaftueshme do të thotë na ka metë edhe mbi 40 ditë nëse s'gaboj. Dikon ofër 40 ditë na ka metë në dispozicion që të punojmë, na kanë emëruar tash shoqëria civile e Kosovës, na kanë emëruar shumë. Shpresoj se pej tonës do të jetë aksioni shumë më i madh, do të punojmë shumë më shumë me njerëz që po na ndihmojnë, se kemi dashur ndihmë nga shoqëria civile, që kemi bërë ftesë dhe na kanë përgjigjur faleminderit për tyne, për gjithë atyre njerëzve. Kështu që ne nuk do të ndalemi deri në momentin e fundit, ku do të përgatitem dhe do të çojmë për Hag, të dërgojmë në gjykatën speciale. Tani, kjo është shenjë mirë që qytetarët do ta nënshkruajnë më tepër, dhe do të shohim se si do të ndodhë deri në fatin që ju përmendet, po si vlerësoni ju se do të pritet nga gjykata ky peticion kur të shkoj atje? Do të thonë se është pjesë e mesazhit publik, do të mendoj, do ta trajtoj si një kërkesë qytetare që kërkon drejtësinë, cila vlerësoni se do të jetë qasja, pritja që do ta ketë kjo gjykatë për këtë peticion? Kjo është drejt legjitime e çdo qytetarit në botë, edhe qytetarët e Kosovës apo qytetarët shqiptar, do të thonë gjithë trojet tona shqiptare, është drejt legjitime që të bëjmë peticion dhe të drejtohemi në institucione të ndryshme, pavarësisht se të institucion, të drejtohemi me nënshkrime apo me peticion. Edhe ne kemi të drejtë të drejtohemi gjykatës speciale me peticion, në përkraje të drejtësisë, gjithmonë duke kërkuar drejtësi, jo duke kërkuar elmosh. Drejtësia të jetë e drejtë dhe të jetë edhe drejtësi, po edhe të jetë barazi. Edhe ne këtu kërkojmë që gjyqtarët të jenë një anshëm, mos jenë një anshëm, të jenë shumë modest në këtë punë, punojnë dhe të ndojnë drejtësinë, jo bi në ndikimin e dikujna, sidomos të prokurorëve apo dikujt tjetër. Kështu që ne me këtë peticion që për dërgojnë në gjykatën speciale, për të dërgojmë drejtësisë që pjesëtarët e ushtrisë qytetare të Kosovës apo krerët e shtetit dhe krerët e luftës së lartishme të UÇK-s kanë mbështetje nga qytetarët shqiptarë dhe nga mbështetje vetë nga populli i Kosovës dhe i Shqipërisë dhe më e gjerë. Unë kam deklaruar dje, kanë nënshkruar peticionin edhe komunitetet tjera, duke pas në Prizren, ku kemi edhe në Mamush, komunitetin turk, po edhe Ashkali, edhe Bosnjak, po çana ka përfaqësuar në shkrimin që është bërë nga një qytetar serb i Kosovës, i cili nënshkruan peticionin dhe deklarohet që ushtria qendrore e Kosovës nuk ka bërë krime dhe për këtë arsye edhe na kanë thirrë, na kanë pyet, apo më nënshkruan, ne kemi thonë pa hezitim po. Ka të drejtë çdo qytetar i Kosovës nënshkruhet në peticion
për drejtësinë që cilën jemi duke kërkuar ne. Ashtu ne po mendojmë që atje është duke bërë një pa drejtësi e mos duke bërë, që 5 vite gjysmë duke mbajtur në qendrën e paraburgimit në burgin Hetus, dhe ne kemi të drejtë të kërkojmë drejtësi pikërisht për shokët tonë apo për krerët e luftës dhe krerët e shtetit. Kështu që na ka përvasu ky nënshkrim që ka nënshkruar nga komuniteti serb. Kush është personi nga komuniteti serb që ka dhënë nënshkrimin në mbështetje të UÇK-s? Unë e kuptoj se emri nuk e jepni. Unë duhet bëna sinqert, unë nuk e njoh, asam në lo. Çfarë do të marrën listat, se listat do të na vinë shumë shpejt, edhe do ta bëjmë publike emrin tina dhe çdo san, se tu s'ka kush të mshet, ai nuk e ka bërë nënshkrimin në mshet myrti nxare, ai jeton punon në zotnia në komunën e caktuar. Është dhe kështu që nuk ka kush të bëjë mshet asgjë, nuk kemi më frikë për askujt, asnjë qytetar nuk ka të ditë friksohet për askujt. Asnjë qytetar duke i përfshirë gjithë ata që jetojnë Kosovën e lirë, Kosovën të cilën këtë njeri e pruni ushtria që do Kosovës bashkë me miqët tonë, me NATO dhe me Amerikën, kështu që ne jemi të tjerë punojmë, veprojmë ashtu siç mendojmë gjithmonë për ndërtimin e shtetit. Dhe kështu që ai qytetar ka të drejtën e Zotit, çdo qytetar i Kosovës ta nënshkruaj peticionin. Kjo nuk është mshet, nuk është diçka sekrete, po ti është mshet, nuk e kishim bërë publike, në ditën vit do ta bëjmë publike. E qartë dhe do të jemi të interesuar për të ditur më tepër. Cilat do të jenë hapat e tjera apo ju do të mjaftoheni një herë për një herë dhe do të fuqizoni, do të angazhoni fuqitë tuaja të plota për të mbledhur nënshkrimet? Ne thashë marrë falenderoj të gjithë qytetarë, mas pari do të falenderoj studentat e Universitetit të Kosovës, Prishtinë, Prizren, Gjakov, Pej, Gjiljan, Mitrovic, e gjerë në Shkup, në Teto, në Tiranë, Shkodër, që janë duke punuar shumë, jenë angazhim shumë. Këto kam shpresën e mëdha të studentat të cilët po punojnë pa ndërprej dhe duke i të buar nënshkrimet. Ne nënshkrimet e tyre nuk i kemi marrë ende nëpër disa universitete, si kemi marrë ende. Fuqia jonë do të jetë pikërisht tash për këto momente në peticion, po ne nga rruga nuk besoj si të largohemi prapë me protesta. Ne jemi duke biseduar që ta bëjmë një protestë në një shtet tjetër, një shtet fqinj që është me neve afër. Shpresoj se do të na lejojnë kërkesat që kemi bërë, jemi duke pritur atë do të na lejojnë për ta bërë një protestë. Nuk është punë mshet, ne jemi duke përgatitur ta bëjmë në molin e zi. Kështu që nuk është mshet. Jemi duke përgatitur, jemi duke biseduar atje me partitë ndryshme shqiptare, me shoqata ndryshme shqiptare, me këshillin kombëtar shqiptar atje jemi duke biseduar, që atje ta mbajmë një protestë apo në Ulqin apo në Tuz, ata do ta vendosin vetë që do ta bëjmë një protestë në molin e zi, ku do të përfshijnë gjitha viset shqiptare apo gjitha shtetet që mund për rreth. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ju ndat për ne, zoti Gucati. Shumë kënaqësi që folëm bashkë. Unë falenderoj për ju me respektin më të madh, sidomos edhe për televizionin ju 21, po për gjitha mediat e Kosovës, kam thonë prapë përsërisëm sa nuk bëhet e tepër pse përsëris, që jeni të hapur gjithmonë dera video që është të hapur për gjitha mediat shqiptare, me mos çdo informacion ato që dim, do t'ja japim juve se ju jeni ata që na keni mbështet, na keni ndihmuar gjithmonë. Nëse ma japni një mundësi 20 sekonda, ju bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar, mos hezitojnë ta nënshkruajnë peticionin për gjykatën speciale, jo kundër drejtësisë, po pikërisht për drejtësi. Kështu që e kanë edhe online, po edhe për gjitha organizatora, në për gjitha shoqit, është peticioni i hapur, të nënshkruajnë këtë peticion që është në të mirën e vendit dhe në të mirën e shokëve tonë. Kështu që edhe ne falenderoj ju shumë respekt. Kënaqësi shumë, faleminderit shumë.